për te vërbullës atmosferike, ndryshim klimatik, sasisë rreshjeve, që në 4 ditë ishte sa mesatarja e muajit janar, pra e 30 ditëve rreshje në 5 vitet e fundit, faktori njerëzor ka peshën e vetë. Ka peshën e vetë për mirë ose për keq. Njësoj siç edhe infrastruktura ka peshën e vetë për mirë ose për keq. Jo për t'i ndalur, por për t'i bërë më të kontrollueshme këto masa të jashtëzakonshme rreshjesh, dëbore dhe prurjesh. Ndërkohë që ne si qeveri jemi të qartë për nevojën e vazhdimit të investimeve në sistemin mbrojtës vendit, unë nuk e di fare sinqerisht se si bëhet harbutrisë ekstreme ndaj natyrës që manifestojmë ore çast ne si popull. Po, troç, ne si popull. Prurjet marrëmendëse të plastikës nga lumejt në të raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plot të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës, të ishte ky vend jo atë dheu yni përbashkë, por një kosh plerash në një territor që s'na përket, me cilin s'kemi lidhje. Kudo ku na teket, lëshojmë si lopa bajgat, mbetit dhe konsumit ton, është diçka që e mbulon tamam me bajga, flamurin e pavarësisë sonë si shtet.